Edhe 3 futbollistë të tjerë të huaj janë bashkuar të shtunën mbrëma FC Prishtinës. Bëhet fjalë për sulmuesin e njohur Bavi Makenda, i cili është i njohur për opinionin kosovar, dhe mbrojtësin Flori Ilenda. Ai që bëri të mundur që këta 2 futbollistë të vinë në klubin më të trofeshëm në Kosovë, Luan Ahmetaj, është shprehur optimist se këta 2 futbollistë do t'i ndihmojnë Bardhakaltrit në arritjen e objektivave. Në realitet të 2 lojtarët, njëri e ka emrin Makenda, besoj si e njeni, se ka kanë para 2-3 mundit në Kosovë, e ka palujt me Prishtinën në dimnit, edhe sot po vjen për me janis prap me Prishtinën, e shpresojmë si ka me kanë i kënaqur edhe klubi ka me ja pas, shme thonë, gëzimin me këtë gjallë. I dyti është Flori. Flori është stopper, lunë mbrojtës central defender, është lojtar me potencial shumë të mirë në Kongo. Ndryshe Ahmetaj thotë se duhet pasur durim me lojtarët e huaj. Lojtarët afrikanë si vinë në Evropë nuk ka dhen për 2 ditë, duhet me pas durim. Unë s'kom pa një teme, një lojtar për Afrikës, si për 1 javë ditë, a 1 muaj ditë, e shkyn ligën e shtetit ku vjene ku e presen. Ju lutem me pas pak durim me këta, edhe keni me kanë shumë të kënaqur. Shpresoj, ha? Ish sulmuesi i Vushtrës, Makenda, është shprehur i lumtur me rikthimin në Kosovë, duke premtuar se do të jap maksimumin. Jam shumë i lumtur që po kthehem në Kosovë dhe shpresoj të jap maksimumin në ekipin tim të ri. Kam njohuri për futbollin e Kosovës dhe shpresoj se do të arrit ta ndihmoj ekipin tim drejt objektivave të cilat i kemi. Edhe futbollisti tjetër i huaj prishtinazëve thotë se ka dëgjuar për futbollin kosovar, duke shpresuar ta ndihmojë ekipin e tij të ri. Kam dëgjuar për futbollin e Kosovës dhe shpresoj që shumë shpejt do të arrit të ambientohem këtu. Para ditën e së shtunës, prishtinazëve i është bashkuar edhe Ganezi Kahlit Abdul. Javë më parë, përveç këtyre futbollistëve, Prishtinës i janë bashkuar edhe 3 lojtarë të tjerë kongolez, Landry Yongo, Palvi Musaka e Iguay Mana, të cilët janë duke stërvitur me ekipin e parë të Prishtinës.